Duke te audicioni, unë kam thënë që kam podcastin tim. Unë po përdore një avantazh duke thënë që unë e bëj këtë punë. Unë mund ta bëj këtë punë, aktualisht e bëj këtë punë, po thjesht dua të kaloj tek ju. Kam filluar një podcastin tim që bëhet efektivo, edhe të çek robotikë kam përgatitur. Mbaj mend që atë ditë kam qenë edhe shumë smur, në fakt, kam qenë para se të vija te audicioni, kam qenë në spital. Kam qenë 2-3 orë aty. Edhe kam ardhur, po të dallohet nga video, jam gjithë plag nga buzë, nga temperatura. Pra, kam ndenjur ditën e parë një 8 orë mpriti, aty ishin diku te, po them 200 veta të piramida. Nga stazhi mbaj mend që kemi bërë atë videon me kamionin që është shumë virale, pra kemi kërkuar nusën në kamion. Ka qenë vetëm një divan, aty merrim ato idetë e para. Pra, çfarë bëjmë diçka të fortë në kamion, thjesht na erdhi ideja të kërkojmë një nusë në kamion. Mbrapa çfarë do shtojmë diçka që të jetë nuse për shtëpi, futëm element, jo, na duhet një shtup për të fshirë rrugën. Jo që e doja një emision sporti, unë për atë jetoja. Edhe kur kam ardhur fillim, pra gjithmonë ishte kjo shija europianit që unë erdha nga andej dhe kisha atë hovin që hajde t'rregoj sa më shumë gjëra, kam eksperjenca për t'treguar nga aty dhe doja që xhirimet fillonin, po na di që unë erdha, pra doja direkt filloja t'rregoj ato që kisha kaluar andej.